Udhëheci i projektit për funksionalizimin e drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, nën kolonel Ahmet Hasi, tha se nga janari vitit të ardhshëm, struktura e sigurisë do të pësojë ndryshime në Gjakov. Në këtë drejtori do të kemi njësi të reja, njësi për luftimin e krimit, fushat të ndryshme. Do të kemi staf më të gjatë, do të thënë do të ketë kjo drejtori do të jetë si drejtori tjera që në për Kosovë, Prizren, Pej, Prishtinë e tjera. Në këtë aspekt do të ketë edhe detyra dhe përgjegjësi të reja për drejtorinë rajonale të policisë së Gjakovës. Për post stacionit policore të Gjakovës, me territorin e vetë zonës përgjegjësisë, do të kemi edhe stacionin policor të Rovecit, do të thotë komunën e Rovecit, do të Malishevës. Ne na përgatit që nga janari i vitit të ardhshëm ne do të fillojmë të morëm të gjitha përgjegjësitë dhe të bëjmë më të mirën të mundshme në sferën e sigurisë si drejtori rajonal i policisë. Në kuadër të drejtorisë rajonale të Gjakovës do veprojnë drejtori me detyra specifike, prandaj edhe për një kohë të shkurtër është siguruar edhe ambienti i punës. Do të kemi njësi të cilat do të jenë më afër qytetarit, do të përfitojnë edhe gjyqësori, do të përfitojnë edhe komuna e Gjakovës vetë si komunë, sepse po ngritemi me kapacitetet tona si drejtori regionale. Ambienti për punë është i gatshëm qysh tani që të marrim përgjegjësitë. Ajo është shumë rëndësi. Kena bërë ambient pune të mjaftueshëm për me fillu, kurse ato nuk do të përfundojnë edhe shumë kohë. Ne tani në përfundim sipër një kompleksi të kontenerëve që kena huazu nga Ministeria për Zhvillim Ekonomik i kena marrë për aeroportit. Nga viti i ardhshëm, Drejtoria Rajonale e Policisë së Gjakovës do ta ketë objektin e saj. Vendi ku do të ndërtohet është mbrapa ndërtesës së stacionit të tashëm të policisë së Gjakovës, njoftoi nën kolonel Hasi.